Ende pa i mbushur një muaj nga marrja e mandatit për të udhëhequr me qytetin e Shkupit, kryetari Ose Gjergjevski ka ndezur ekskavatorët, ndërsa kësaj here për të rënuar ndërtimet pa leje. I pari Shkupit me anë të një video të shpërndar në rrjetet sociale, zotohet se nuk do të ketë më uzurpime. Kemi filluar një aksion të madh për pastrimin e objekteve të ndërtuara pa leje në bashkëpunim të ngushtë me të gjitha komunat e Shkupit. Hapësirat publike u takojnë qytetarëve, trotuaret, shtegjet përkëmbësor dhe hapësirat publike nuk duhet të jenë peng i interesave personale të askujt. Gjergjevski thekson se nuk do të ketë më kompromis kur bëhet fjalë për uzurpime që pengojnë jetën, lëvizjen dhe sigurinë e qytetarëve. Madje ai thotë se aksioni vazhdon me ritëm të fuqishëm. Kreu i Shkupit i fton të gjithë qytetarët që të përfshihen aktivisht të raportojnë objekte që uzurpojnë hapësirën e përbashkët dhe të ndihmojnë të ndërtojnë një qytet ku, siç thotë, të mbizetojë rendi, dinjiteti dhe qasja e barabartë për të gjithë.